Për të kuptuar diferencimin midis ankthit apo çrregullimit të ankthit të përgjithësuar dhe një gjendje stresante si pasojë e një ndryshimi që ka ndodhur në jetën tonë, së pari duhet kemi në vëmendje faktin që bëhet fjalë për stres nëse ka një situatë shumë konkrete që ne na shqetëson. Së fundmi jemi pushuar nga puna për shembull, pa diskutim që ky është një stresor shumë i rëndësishëm që do na i prishje atë balancën e humorit në përditshmëri, do ndikoj edhe në mënyrë të përkohshme tek marrëdhëniet që ne kemi, apo një person i dashur po përballet me një situatë shumë të vështirë dhe kjo na bën që të perceptojmë një stresor. Pa ka një situatë konkrete, ka një problematik reale, diçka ka ndryshuar në mënyrë shumë të prekshme në jetën tonë dhe ne ndjehemi të shqetësuar. Mund të jetë edhe një provim, mund të jetë edhe një intervistë pune. Mirë po, me të zgjidhur kjo situatë, atëherë ne rivendosim balancat dhe nuk e kemi më prezent. Bëhet fjalë për një çrregullim ankthi të përgjithësuar, kur në jetën tonë nuk kemi stresor real që të na shqetësoj, por kemi mendime. Mendojmë nëse ardhmja do jetë shqetësuese, nëse unë kam punën të sigurt sot, po çfarë mund të ndodhë nëse pas 3 vitesh do pushohem nga puna? Pra stresori nuk është real, po është imagjinar. Gjithmonë, pra, diferenca midis stresit dhe ankthit i referohet në mënyrë më të kuptueshme dhe thënë me një gjuhë shumë të thjeshtë, pikërisht në rast se kemi të bëjmë me stres, me gjëra konkrete, me probleme të vogla që na shqetësojnë, dhe kemi të bëjmë me çrregullim të ankthit të përgjithësuar nëse e kapim veten që na shqetësojnë situata jo konkrete, por që ne kemi frikë se do ndodhi në të ardhmen.